veç oportunizëm edhe biznes. Tek bizneset importuesit naftës, është shumë padrejtësi që cilat bëhen ndaj qytetarëve të Kosovës, për arsye se në momentin që rritet çmimi në bursën ndërkombëtare, këta i rrisin çmimet. Mirë, po në momentin që bjen bursën ndërkombëtare, këta nuk i zbresin çmimin. Nuk i ulën. Do të thonë se bazohen, thotë, jemi furnizuar na me një çmim tjetër. A duhet me shku kjo në koherencë me bursa ndërkombëtare? Duhet me shku. Për shkak se nuk mundna me bë. Mirë, po bizneset sa i përket bënë pyetjen e dytë lidhje me çmimin e energjisë, komunaj energjisë elektrike në raport me çmimin e rritjes së çmimit të bukës, po, ka efekt. Bukës e cili duhet produkt. Në qoftë se vazhdon lufta në lindjen e mesme, inflacioni do të vazhdon edhe me tutje në Kosovë, edhe në gjitha vendet e ndryshme të botës, po mas shumë të në Kosovë. A ka bazë për çet shkollë të rritjes? A është spekulative? Jo, dëgjam, të e përmene vendet ku rrethon, ku është lufta tash në lindjen e mesme, jam furnizues të matë maj ose eksportues matë maj të naftës në botë. Edhe dasht e pa dasht, edhe shtetet për rreth, ose kalon aty pari nafta, për shembull ato që e përmene politikat geostrategjike të cilat dështën me bloku atë vijën linjën e ka kalon 20% energjisë e naftës në nivel botëror, aja kishte kaktu shumë problemet, për të cilën reagoi edhe presidenti Donald Trump. Dhe kështu që inflacion, ne kemi, po momentin kemi inflacion të importuar, sepse importin e kemi shumë të lartë. Që ky import një farë forme, ne një llogaritje elementare i bjen që na ditorën e kemi mbi 17 milion euro në ditë i qesmi, ja morë me qytetarëve Edhe eksportojmë cash. Edhe eksportojmë cash jashtë. 17 milion euro në ditë import. Ditë import. Ndërsa eksportojmë në mesatare, në ditore, e kemi prafërsisht me 2.5 milion. Që nëse llogaritim që 7 sahat flajmi bjen, përso jemi zgjuar 1 milion euro në sahat importojmë. Po. Dhe më thënë, e tash, për me përkthy të qytetari, çka kuptoj me import? Importi varfron ekonominë e vendit. Sepse ti parat e buxhetit tanë që i kitë kursyme, ti i qetë jashtë shtetet. Nëse kalkuloj me sa eksportojmë dhe sa importojmë, i bjen 15 milion euro, mbi 15 milion euro na javë mormi çdo ditë qytetarëve për buxhetit vetë, për gjepit vetë dhe i qesmi jashtë. Okej, po më ne donat janë drastike, po